as edhe një ditë të vetme mos vepro në atë mënyrë sa për t'ju thonë njerëzve të tjerë se je duke vepru, ose sa për t'ju thonë njerëzve të tjerë që je duke bo diçka, ose duke u mundu të marrësh një lloj njohurie, të marrësh lavdata, apo thjesht jetosh për të tjerët. As një ditë. Se po e bëre këtë, ëndrat e tua e ke shumë të vështirë të realizosh. Sepse kur mendojmë dhe kur duam të dukem mirë për të tjerët, është e pamundshme me ndjek rrugën e shpirtit tonë. Nuk është e mundur. Kështu që puno vetëm për të mirën tonë dhe për ndjenjat e tua dhe shife se ku do.